në këtë edicion do të ndiqni. Një maj, fest apo protest për punëtorët? Në famullinë e Pjetërshanit shënohet festa e Shën Jozefit punëtor. Në ndjekje të hijes, ulëset e parqeve në Gjakov lëvizën e dëmtohen sipas dëshirës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në gjithë globin, festa e 1 majit, e njohur si dita ndërkombëtare e punëtorëve, shënohet me një përzierje të protestave sindikale dhe shëtitjeve në natyrë, duke reflektuar si kërkesat për të drejta, ashtu edhe traditën e festimit. Kronika në vazhdim na njeh me opinionet e disa qytetarëve, se çfarë mendojnë ata për këtë fest dhe si zgjedhin ta festojnë. Në gjithë globin, festa e 1 majit, e njohur si dita ndërkombëtare e punëtorëve, shënohet me një përzierje të protestave sindikale dhe shëtitjeve në natyrë, duke reflektuar si kërkesat për të drejta, ashtu edhe traditën e festimit. Ekipi ynë ka qëndruar në terren sot për të kuptuar më shumë rreth mendimeve të qytetarëve. Njëri prej tyre u shpreh se protestat janë të nevojshme e të arsyeshme dhe se duhet të bëhet më shumë në këtë drejtim. Protestat gjithsesi janë nevojshme edhe të arsyeshme, për shkak se sipas disa informacioneve, pra këtu në Kosovë në 5 vitet e fundit thuhet se 97 punëtorë e kanë humbur jetën në vend të punës, kështu që unë mendoj që duhet bëhet më shumë këtë drejtim. Ndërkaq, një tjetër qytetar u shpreh se ndonse në shtete tjera është zgjidhur prej kohësh çështja e sektorit privat, në Kosovë tashë 27 vite, situata nuk është e mirë. Të po që në për shtetet që janë përpajimtare, shtetet perëndime dhe krejt, ata kanë zgjedhur çështjen e sektorit privat. Kurse të na që 27 vite në shekullin 21 katastrofë është privatizimi. Thonë pa ato se pishini që më shumë të pihojnë klasa punëtore, sidomos në ndërtimtari edhe në për këto. Ata fitojnë milionet e fitojnë edhe nuk e shohin të arsyeshme. To po që nuk kem ligj, nuk ka ligj për mbrojtje, se me pas ligj mbrojtje, në perëndim ja shkel drejtër, po ka advokatin. Edhe i merr krejt ato shka duhet, rasi atë që në drejtën. Këtu të nërë se mbronë. Po ata që shkanë shpirë tjerë, to në atë fitim me favorizu, me dhonë pak ma tepër se punën me orarë gjatë, në vendet rrezikshme, për shenet ndërtimtari dhe për hupin jetën. Familja tina të përshtymet, po që ja bëndorë, nuk ka kur farë sigurie. Ndërkaq, gjatë ditës së sotme, me rastin e ditës ndërkombëtare të punëtorëve, dhjetra punëtorë të sektorit privat protestuan duke ngritur shqetësimet për kushtet e rënda të punës, pagat e ulta dhe mungesën e zbatimit të ligjeve në fuqi. Protesta e organizuar në kryeqytet nga Federata Sindikale e Punëtorëve të sektorit privat nisi nga sheshi Zahir Pajaziti për të vazhduar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Festa e Shën Jozefit punëtor është shënuar sot në kishën e famullisë në Pjetërshan. Në një atmosferë festive mes lutjesh dhe besimesh, u nderua mbrojtësi i punëtorëve dhe shembulli i përvujtërisë, besnikërisë dhe punës së ndershme të Shën Jozefit. Festa Shën Jozefit punëtor është shënuar sot në kishën e famullisë në Pjetërshan. Në një atmosferë festive mes lutjesh, u nderua mbrojtësi i punëtorëve dhe shembulli i përvujtërisë, besnikërisë dhe punës së ndershme Shën Jozefi. Në kremtim të meshës, të pranishëm ishin besimtarë të shumt, ndërkaq mesha u udhëhoq nga Imzot Do Gjergji, i peshkvi i dioqezës Prizren Prishtinë, bashkë me Imzot Luiz Bianco, nunci apostolik delegati i Vatikanit për Kosovë. Vllazër dhe motra, miqë dhe shamirë, kam nderin që sot të kremtoj këtë mesh me ju e me të dërguarin e papës Leonit 14 për Kosovën, që është shkelqësia e tij Luigi Bianco. Tutje i Imzot Luiz Bianco tregoi kuptimin e festës së Shën Jozefit punëtor. Në vitin 1955,
Papa Piu i XII themeloi festën e Shën Jozefit punëtor për t'u dhënë një mbrojtës punëtorëve dhe një kuptim të krishterë festës së punës, një përvjetor i rëndësishëm civil në mbar botën. Ndërsa liturgjia kremton si solemnitet me 19 mars Shën Jozefin si fatin e selumës Virgjës Mari. Në predikimin e tij, nunci apostolik delegati i Vatikanit për Kosovë, Bianco bëri të ditur se në fund të kremtimit të meshës do të ndaj edhe bekimin. Në fund të meshës do të ndaj edhe bekimin apostolik për të fituar edhe ju si besimtar ndjesën e plot të mëkateve. Dhe ndjesa e plot e mëkateve fitohet duke i pas parasysh dhe duke i plotësu 3 kushte: rrëfimin këto 2 javë e fundit, pjesëmarrja në kungimin e shenjtë gjatë kësaj meshe, edhe lutja për qëllimin e papës. Kjo festë është ritual i përveçshëm i besimtarëve të krishterë, duke i dhënë kuptim të krishterë një majet ditës së punëtorëve. Sot mbushen 36 vjet nga ngjarja e madhe për faljen e xhaçeve në verat e Lukës në komunën e Deçanit. Në këtë udhëbim madhështor, më 1 maj 1990, morën pjesë rreth gjysmë milioni shqiptar, me çrast u falën mbi 100 xhaçeve nga tresa ndërshqiptare. Falje gjakut. Shpirja dorën. E për trini miqësinë që keni pas dikur. Sot bëhen 36 vjet nga ngjarja e madhe për faljen e xhaçeve në verat e Lukës, në komunën e Deçanit. Ky aksion kishte nisur nga disa studentë rajonit të Dugaxhinit, ishte burgosur politik për të shndruar më pas në një lëvizje për pajtimin e xhaçeve. Kemi pasur besim shumë të madh në vete. Kemi pasur guximin, sepse gjithë kemi qenë ishtë burgosur politik, sa kishim dalë prej burgjeve jugoslave, e kishim ende atë ndjenjen e guximit brenda vetës. Ndërkaq veprimtari Edhem Çeku thotë se ishte një periudhë e vështirë, sepse duhej sfiduar koha në një shoqëri moderne. Aksionin e pajtimit të xhaçeve e shoh që diçka të vështirë, të dhimbshme. Sa ishte e mirë krenarës, u mbyllshin disa plagë, u mbyllshin telashet e mëdha mes familje, ishte edhe e rëndë për të sfidohet në një shoqëri moderne ku bota ishte avancuar dhe ne duhet të merrem me pajtimet e xhaçeve. Në këtë udhëbim madhështor më 1 maj 1990, morën pjesë rreth gjysmë milioni shqiptar, me çrast u falën më shumë se 100 xhaçe dhe nga tresa ndërshqiptare. Im Zot Don Lush Gjergji thotë se pavarësisht vështirësive që kishim, gjatë gjithë procesit të lëvizjes, asnjëherë nuk jemi dorëzuar. Ka qenë shumë vështirë dhe ka qenë shumë rrezik, në çdo hap na kanë përcjell, herë në mënyrë të pashme, herë të papashme, herë drejt për drejt, herë nëpërmes bashkëpunëtorëve dhe shpionëve, por kjo ne nuk na ka friksuar. Ne kemi qenë të motivuar, të galvanizuar, që popullin që e kemi për zgjallin e varë. Kjo është përshkrimi im. Lëvizja për pajtimin e xhaçeve e zhvilluar në periudhën kohore 1990-1991 ishte një fushat popullore unike në Kosovë, e udhëhequr nga Anton Çeta. Lëvizje kjo që synonte faljen e gjakmarrjeve dhe hasmërive, por të bashkuar popullin kundër shtypjes serbe. Ajo zgjidhi mbi 1200 xhaçe, duke shëruar shoqërinë dhe forcuar unitetin kombëtar, e duke angazhuar qindra mijëra njerëz. Kujdesi ndaj hapësirave publike jo gjithmonë është në nivelin e kënaqshëm nga komuniteti në zona të ndryshme në qytet. Në parkun e qytetit, ulset për dëshira personale të individëve të caktuar janë spostuar në një vend tjetër pa pyetur askënd, e kjo shprehi e keqe, post që prish imazhin e hapësirës publike, në të njëjtën kohë bëhet edhe një shkelje e rendit publik. Ndjekim kronikën për të mësuar më shumë rreth kësaj problematike. Parku dhe mjetet e tij janë hapësira që shërbejnë si rekreacion dhe argëtim për qytetarët, definicion ky që nuk vlen për parqet e Gjakovës. Ulset dhe shportat gjenden në parkun e madh, por jo në vendin e duhur. Disa nga shportat janë larguar nga vendi i tyre e disa të tjera edhe janë shkatruar. E në anën tjetër, disa ulëse, përveç se nuk janë në vendin përkatës, janë edhe të demoluar nga personat e papërgjegjshëm.
E në parkun e shtetit, përveç se është e arnuar, ulësja nuk është as në vendin e saj, por është në ndjekje të hijes, pashka duket se dikujt i kanë penguar rrezet e diellit, duke lëvizur kështu ulësen drejt në vendi më freskues. Këto veprime nuk po ndodhin për herë të parë, pasi që mediumi ynë ka raportuar edhe disa herë rreth këtyre veprimeve. Raportime këto që nuk kanë gjetur vend në veshin e organeve përkatëse, pasi që po përsëriten ende nga persona të panjohur. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar indeksin e çmimeve të prodhimeve dhe çmimet në bujqësi për tremujorin e parë të vitit 2026, duke treguar një rritje të përgjithshme të çmimeve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025. Për të parë nga afër situatën në terren, ekipi ynë ka vizituar sot tregun për të kuptuar se si qëndrojnë në Gjakov çmimet e produkteve të bëlmetit dhe cila është sfida e tregtarëve dhe konsumatorëve aktualisht. Çmimet e prodhimeve bujqësore në Kosovë kanë shënuar rritje gjatë tremujorit të parë të vitit 2026. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i përgjithshëm i çmimeve është rritur për 5.8%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritje më e theksuar është vërejtur te prodhimet bimore me 7%, ndërsa edhe prodhimet blegtorale kanë shënuar rritje prej 4.9%. Për të parë nga afër situatën në terren, kemi qëndruar në tregun e Gjakovës, për të parë se si qëndrojnë në Gjakov çmimet e produkteve të bylmetit. Ka ngritje të vogël të produktet e fabrikave domethënë, industriale, para 2-3 muajve domethënë ka ngritje 50 deri në euro, ndërsa këto fshatet sinicet që vjen, ajo është çaj çmimi po thuaj se që 2 vjet e gjysmë nuk ka luajtur fare. Sipas tregtarëve, përveç çmimeve, sfidë mbetet edhe furnizimi me produkte vendore, pasi prodhimi nuk është në nivelin e kërkesës. Të shitja kanë interes për me shit, po të prodhimi është pak mungesë, se në gjëna tjera që ju kushtojnë më tepër. Aty kanë pak neglizhencë. Ndërkohë qytetarët vazhdojnë të përballen me kosto më të larta për produkte bazike ushqimore. Mbetet të shihet nëse kjo situatë do të vazhdojë edhe në muajt në vijim, apo do të ketë stabilizim të çmimeve në treg. Lulet dhe bimët janë një lloj dashurie e veçantë për shumë persona. Në një nga pikat e shitjes së luleve në Gjakov, ekipit të mediumit ton ju thanë se është shumë e rëndësishme se si bëhet zgjedhja lloj të lules, pastaj mbjellja e deri te kujdesi i vazhdueshëm, me qëllimin që secila lule të rritet sa më shëndetshëm në trungun e saj. Stina e pranverës ka sjellur një gjelbrim dhe një komë të ngrohtë. Në këtë kohë, lulet sezonale janë karakteristike shtëpive, të cilat i dhurojnë diversitet ngjyrash në oborret e tyre. Për kujdesin dhe mbjelljen e këtyre produkteve ka treguar edhe shitësi sezonali i tyre Enver Morina. Lulet është kërkesë lulet që tash midhen e nisin më mirë lulet. Lulet kemi 3 copa njerësh, lule sheqere midhet më shumë, trëntapidhi, bodonia, lule vathi, këtë të lloje të tjera që kemi. Edhe rasati midhet e specie edhe këtu kemi. Morina tregoi edhe se cilat lloje kërkohen më shumë nga klientët, duke shtuar edhe çmimet që këtë sezon pranverore janë shitur në treg. Kemi sheqerin lulen, kemi bodenien, kemi këtë lloje të 3 copa njerë janë ato. Çaj çmim, s'ka dëshu si viti kalum. Për fund, tregtari Morina tha se këtë veprimtari e bën prej disa vitesh. Me lula mirra si 17 vjet. Mirra 3 muaj ditë lulat sezon na punojnë. Lulet sezonale janë elementet kryesore që ndryshojnë pamjen e kopshteve dhe hapësirave urbane, duke sjellë ngjyra dhe freski. Kultivimi i tyre kërkon temperaturë natyrale, gjë që i bën ato një zgjedhje të lehtë dhe ekonomike për zbukurimin e mjedisit. Sonte dhe gjatë 2 ditëve të vikendit janë planifikuar të shfaqen disa filma në kinema Hyrje Hana në Gjakov. Në orarin javor, të publikuar në faqen zyrtare të kinos, bëhet e ditur se krahas filmave tjerë, për herë të parë në disa termine, do të shfaqet edhe filmi The Devil Wears Prada 2. Magjia e fundjavës nuk ka të ndalur në kino Hyrje Hana. Filma të rinj, zhanër të ndryshme për të gjitha moshat, nga e premta në të diel janë të gatshme për të gjitha dhuruesit e botës së filmit, duke u munduar të sjellin qaste sa më të bukura për të gjithë shikuesit. E premta fillon me shfaqjen e filmit Michael, ora 18,
ndërka që përmbyllet me shfaqjen e premierës The Devil Wears Prada 2 në ora 20. Për post premierës, surpriza do t'i presin të gjithë shikuesit, ku me anë të blerjes së biletës, ju bëheni pjesë e lojës shpërblyese dhe mund të fitoni një manikyr nga Sol Studio by Elda Shehu, një muaj fitness falas nga Fitness Center Gjakov, një prerje flokësh nga Artit Creative Salon, një palë syze nga Roka Watches Accessories, një paltake nga Maison 27, 2 herë nga 5 seanca topsimi nga Edona Center dhe 2 herë nga 2 analizat të përgjithshme nga European Clinic Lab. Ndërka sa i përket të shtunës, në ora 13 shfaqet filmi The Super Mario Galaxy Movie, ora 16 vazhdon me filmin Zootopia 2, ora 18 filmi The Devil Wears Prada 2, ndërka që dita përmbyllet me shfaqjen e filmit Michael ora 20. Edhe e diela do të ketë një repertuar të gjerë të filmave, duke filluar nga ora 13, ku shfaqet filmi Tom and Jerry Forbidden Compass, duke vazhduar në ora 16 me filmin The Super Mario Galaxy Movie, ora 18 filmi Michael dhe dita përmbyllet në ora 20 me shfaqjen e filmit The Devil Wears Prada 2. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Një maj, fest apo protest për punëtorët. Në famullinë e Pjetër Shanit shënohet festa e Shën Jozefit punëtor. Në ndjekje të hijes, ulëset e parqeve në Gjakov lëvizën e dëmtohen si pas dëshirës. Këtu marrë fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.